të fokusohemi tashmë tek arti dhe konkretisht tek piktura dhe skulptura. Bëhet fjalë për një ekspozit, për një galeri e cila në vetvete mban një ndërthurje. Janë 14 skulptura dhe rreth 27 piktura. Tematika është shumë interesante, besoj shumë e dashur për të gjithë ne. Bëhet fjalë për historinë e Plisit. Po se çfarë e ka bërë piktorin Eduard Karajta sjelli këtë ekspozit, atë do të na zbuloj vetë ai sot. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, dhe faleminderit shumë që keni ardhur me Plis sot, sepse na sjell totalisht atë atmosferën, atë ndjesinë e mirë me flamurin të vendosur në xhaket, do thotë që po jemi në atmosferë. Keni një lidhje shumë të fortë tashmë, besoj dhe ekspozita e ka forcuar edhe më tej, apo jo? Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi dhe për në kërkesoj. Po besoj që është shumë i bukur. Unë nuk është se e mbaj, por besova për këtë rast. Faleminderit shumë. E shikoj shumë domosdoshme. Ne jemi në muajin nëntor, muajin e pavarësisë, në cilin kemi shumë aktivitete, shumë evente për të kujtuar atë moment veçantë të vendit tonë, pra pavarësinë e Shqipërisë. Tashi, ekspozita është hapur dhe Galeria Artit Tiranë. Në fakt, unë nuk jam piktor, jam një shkallë më lartë, jam skulptor. Sa kohë elaboroni të dyja? Po e vërtet është, edhe në fakt kam sjell këtë titull sepse u bë në fakt një periudhë, le themi 2 vjet e gjysmë që kam punuar për këtë projekt. Kam pas një lidhje shumë të ngushtë me pjesën, le themi, ndoshta jo me Plisin, po me ata që mbanin Plisin. Pra, si shkruhet edhe në projekt që ajo kujtimi ose ajo parja e atyre gjyshërve tanë me ato mustaqet, apo me qoftë edhe atyre që kanë qenë luftëtar, apo po të shkojmë edhe më poshtë, pra në histori që në periudat, le themi, ilire, nesitare. Bëhet fjalë rreth 5000 vite që është përdorur Plisi. Nëse do referoheshim historisë deri në shekullin 19. Nëse do shikosh një tur me njerëz plot, do ta dallosh kollaj një shqiptar me Plisën në kokë, apo jo? Është shumë e vërtetë kjo gjë, na identifikon. Dhe vërtet është një simbol që duhet marrë meritat e duhura, siç kanë marrë shumë objekte të trashëgimisë kulturore tonat. Kur lindi si ide për të bërë një ekspozitë të tillë? Po në fakt unë edhe në projekte të tjera që kam bërë, gjithmonë kjo puna e Plisit, e këtij gjyshit, më ngacmonte, edhe do të nxjerrja diçka veç mas një Plis apo një formë tjetër apo një me qylafe, dhe derisa arrita në një moment ku e pash veten më të pjekur dhe le të themi kompozova një ekspozitë të tërë vetëm me Plisin. Tashmë ekspozita përmban edhe skulpturën, kryesisht është gdhëndja e drurit. Pamje që po shohim, pra ai portreti ishte i gdhëndur apo ishte piktur? Më bëri shumë përshtypje. Do të rivi sërish mendimën e regjisë. Pra, kur bëhet fjalë për pikturën e skulpturën. Disa po e shohim edhe. Ja, disa. Këto duket qartë që janë piktura apo? Po, këto janë piktura. Duket që ka një historik, domethënë. Dhe po të shikosh janë të treja trevat, pra është le të themi qylafi i Jugut, Shqipëria e Mesme. Po, se dhe vetë Plisi kategorizohet sipas zonave. Po, tamam Plisi është ky, pra jo e Shqipërisë së Veriut. Me këtë formën tipik. Është shumë i bukur. Po, ja është ai i shtypur, është dhe ai me majut që është i Jugut. Ai i shtypur është Qeleqja. Dhe është ajo me majut është e zonës së Labërisë, më falni. Por unë besoj që është e njëjta. Shqiptarët e kanë përdorur pothuajse në atë periudhë, në këto periudha e kanë përdorur si le të themi si një pjesë të modës së tyre ose si një pjesë të le të themi të kostumeve të tyre. Edhe sot e gjërësisht përdoret, për shembull unë nëse mund të them diçka, vi nga një familje ku babai, mamaja janë valltar, edhe babai akoma e mban, po kështu disi më thon tash pse ke marr Plisin se ata e kanë. Unë jam në Shqipëri e Mesme dhe e kemi të shtypur. Të shtypur, po. Edhe nuk arrita dot me janë Do të kesh kritika, besoj. Do të kesh kritika, por jam shumë krenar sepse jo vetëm prindrit e mi, por në fakt ata janë 3 vëllezër, edhe xhaxhallarët janë bashkëmenuesit e tyre janë të gjithë valltar dhe kanë kontribuar shumë për trashëgiminë kulturore me vallën e famshme të Rajcës, unë jam nga Rajca, dhe kanë çuar gjithandej, kështu që jam krenar për këtë gjë. Edhe ndoshta kjo ka ndikuar diçka, pra ka ardhur në një kontribut nga familja, le të themi. Patjetër. Dhe nuk të është dashur ta studiosh shumë Plisin në vetvete për sa kohë i rritur, e ke trashëguar dhe vazhdoni ta mbani qartë. Në një farë mënyrë ka ndikuar shumë. Pastaj edhe pjesa e skulpturës, për shembull unë gjithmonë e kam parë si një formë shumë të bukur, por edhe si një, le të themi, si një gjysmëveze, domethënë, edhe ajo ngjyra e bardhë, për shembull, ose ndoshta edhe me këto detajet që veza në vetvete simbolizon edhe vazhdimsinë e jetës. Atë, domethënë, ka një, le të themi, një cikël shumë të bukur që dhe duket që këta, le të themi,
pararësit tanë e zgjodhën edhe mënyra estetike e kanë zgjedhur shumë të thjeshtë dhe shumë, ndoshta me atë thjeshtësinë e tyre, domethënë të pavetdijshme, por pa kështu gjëra dekore apo ku diun siç i kanë ndoshta popujt të tjerë. Shumë e thjeshtë dhe shumë e bukur, edhe shumë rezatuese. Ndalemi pak tek punimet në fakt, sepse nuk janë pak punime, janë 14 skulptura, 15 skulptura dhe 27 piktura apo jo. Dhe 31. Edhe 31. Po prish punë. Sa mirë që nga mund me shifrat sot, duhet di pse. Jo, je okay, nuk ka problem. Okej, pak rëndësi kanë unë vetë, por doja të fokusoheshim tek puna, pra sa kohë të ka dashur të merresh për të krijuar gjithë këtë ekspozitë. Ka qenë një punë akumuluar ndër viteve, apo është krijuar enkas për këtë ekspozitë? Po disa punë janë pak, pra ka një historik aty, po të shikosh të ekspozite, ka një historik, disa portrete që kanë ardhur gradualisht, le të themi 4-5 punë, pra portrete që kanë nisur rreth që nga 2010-a. Pra, siç thash që e kisha si burim. Kurse pjesa tjetër pastaj janë totalisht, le të themi 2020-a e tutje. Pra le të themi 2 vite gjysmë ky projekt ka marrë kohën e 2 vite gjysmë. Do të thënë një punë shumë e rëndë, sidomos me pjesën e drurit, po dhe po të shohësh platformat, pra mënyra se si unë e trajtoj, janë ndoshta disa plane të tjera, domethënë mënyra se si unë e trajtoj pikturën, pra është edhe me gdhendje, është kështu në formë linoleumi, është domethënë më ka marrë shumë kohë, dua të them, në aspektin e teknikave, ja këto, domethënë janë platforma druri, janë shumë të veçanta, ne themi relief. Pra janë, le themi, vinë në formën e tablove, por janë me relief. Po, janë me relief, janë me gdhendje, po, janë të gacmuara me dalt. Ja, kjo për shembull është. Eduard, ti ke studiuar për skulpturë, se është në këto që ne shohim në pamjet parë japin një idenë e pikturës, duket sikur është e nevojshme që të njohësh mirë edhe pikturën. Po. Po, shiko, unë besoj që ne themi kështu zakonisht, piktura dhe skulptura janë motor e vëlla. Për shembull, Michelangelo, edhe pse tjetë ishtove si një shkallë më lartë. Unë e thash për humor, duke kujtuar edhe artistin e madh, domethënë që e tha. Por Michelangelo për shembull, ne e dim shumë mirë që ishte talent në skulpturë, por jo vetëm, ai bëri Kapelën Sistine, domethënë prap edhe në pikturë shkëlqeu. Kështu që unë, edhe pse do doja që ta ndaje njëherë, sepse njerëzit më thonë që shiko se je më i talentuar, je vetvetja në skulpturë, unë do doja që të bëja diçka vetëm po duket sikur s'ndahem dot, domethënë e dashuroj edhe anën tjetër, nuk rri dot pa ngjyrën, Por mund të pa i dhënë edhe këtë bardhësinë për shembull. Po mund të jesh i vetmi që e përfaqëson si stil dhe mund të jetë një gjë shumë e veçantë jotja, pra ndërthurja mes pikturës dhe skulpturës. Këtë nuk e di, domethënë nuk është se dua të bëj atë supersticiozi për të thënë që unë jam i pari, por zakonisht ekspozitat e mia i kam shoqëruar gjithmonë me të dyja mediumet, domethënë ndoshta dhe I kam përdorur të dyja, nuk është se i kam ndarë. Shpresoj që një ditë kem vetëm një me skulptura, por... Dalemi pak tek ekspozita, pra tek galeria. Kur është hapur, sa do të qëndroj? Është hapur në 4 nëntor, domethënë do të qëndroj deri në datën 11, me shpresë, mbase mund ta kemi edhe në një ditë tjetër, por këto janë ditët që në një farë mënyrë kemi programuar me galerinë. Shpresoj që të ketë shumë vizitor, duke qenë se ka dhe Si ka qenë pjesëmarrja deri në këtë moment? Po me thënë drejtën, unë jam surprizuar, me hapjen kishte shumë njerëz, dhe nuk e di si duket edhe fakti që kishte të bënte me plisin, i tërhoqi edhe njerëzit, domethënë i goditi direkt në atë nacionalizmin që neve kemi, dhe ka pas shumë, me thënë drejtën dhe unë e prita shumë. A mendon se do të ishte mirë për të rikthyer edhe për festat e nëntorit? Do të ishte, le të themi, një gjetje edhe për vetë galerinë, por edhe për ty si artist që mund të kishte ndoshta vizitueshmëri më shumë, përsa ko Tirana e ka atë vëmendjen e vet, le të themi, gjatë festave. Po mendoj që edhe ky është një, domethënë si projekt, është një projekt që na kthen pak, le të themi 100 vite pas. Pra na kthen në periudhën ku shpall pavarësia, ku gjithë pleqët e pavarësisë ishin. Kemi Isa Boletinin me plis, kemi Ismailin me qylafe, apo e tjerë gjithë patriotët që ishin. Pra duke që në këtë periudhë përdoresh masivisht, pavarësisht se e kemi dhe më poshtë, por me që po flasim për pavarësinë, them që është momenti dur edhe për ta kujtuar, por edhe për të reflektuar në herë, për të menduar për kohën që ka kaluar, ndoshta si kanë qenë këta njerëz, ndoshta dhe se në njëherë neve vazhdojmë me ditët e sotme, duket sikur i lënë ca gjëra pas, ndoshta vrapojnë det modernizmit, por unë si artist përcjell mesazhin që s'duhet asnjëherë me harru
atë momenti identitar tonin, nga vim, është shumë e rëndësishme, besoj. Si je munduar Eduard ti integrosh, ndoshta edhe me këto qytetet shumë të rëndësishme, siç është Gjirokastra, në mos gaboj, që e ke përdorur si në një nga punimet e tua? Po, Berati, mos gaboj, pak nga Berati. Unë nuk kam kopjuar diçka, le të themi, po janë momente, le të themi mozaik për të marrë nga subkonscienca ime, domethënë po kuptohet. Por jo që diçka që ta marr, po ta shohësh ajo është prallë nga e kaluara, quhet. Pra edhe domethënë aty është një burr më i madh, janë shtëpiat e vogla, pra tregon diçka që në atë periudhë, për shembull, burrat ndoshta kishin atë mënyrën e tyre duke u marrë me, ndoshta edhe duke mos bërë punë, edhe u alinin punë grave, pra është edhe kjo. Edhe ndërkohë shikonin gratë aty duke punuar, duke mbushur ato shtambat me ujë, pra është si një prallë që thjesht të kthen nga mbrapa. Por nga ana tjetër është surreale sepse personazhet janë të mëdhenj, ndoshta disa janë të vegjël, shtëpiat janë edhe pra nuk është tamam një le të themi një pikturë realiste, po ka një lloj surrealizmi, një lloj le të themi imagjinate, domethënë, po prapë që çon tek ajo e traditës, tek ai kaldrëmi që janë në Berat, në Gjirokastër, gjithandej. Tani Eduard është tradicionale. Po është shumë interesante, referuar edhe pamjeve që vinë, duket se në stilin tënd kanë të bëjnë shumë portretet, dhe kur vjen puna tek portretet, kemi të bëjmë me studimin e karaktereve, dhe aty ka shumë karaktere. Ky është një prej tyre, ishte edhe një treshe tablosh e cila ishte fokusuar vetëm në 3 portretet ndryshme. Jam kurios, si krijon një artist, pra kur ti do të krijosh një karakter, ku fokusohesh më tepër tek pjesa e syve, tek vrazhësia që duhet të ketë një pamje burrore, prej malsori, apo nuk kam sjell shumë nga këta të vrazhdët, por shiko, zakonisht për shembull, edhe në festën që ne jemi aktualisht, vëmendja gjithmonë shkon tek personazhi kryesor, që është për shembull tek heroi, po. Isa ose Ismaili ose Skënderbeu. Ndërkohë që duket sikur pjesa tjetër që është, le të themi, poshtë janë të dytë, po. Pra, le të themi në skenën e dytë që kanë qenë kontribut edhe ata, të pa diskutueshëm, pra, që ne nuk a dim as fytyrën as, por thjesht i falenderojmë në mënyrë kështu të përgjithshme. Ideja është që unë nuk është se kam sjell një personazh për shembull që ti vendos një emër, që është Filani apo Fisniku, por kam zgjedhur të them që gjithsecili prej tyre meriton të ketë një, le të themi, një përfaqësim, sepse gjithsecili prej tyre, edhe pse ndoshta se ka emrin atje apo është dikush i që ka kontribuar, ka dhënë jetën, ka dhënë një djalë atje që i është vrarë për lirinë apo për dhe prandaj e kam lënë kështu në formën time, domethënë, i kam krijuar ato portretet siç kam dashur unë, pra duke i parë si kreshnik, si luftëtar, por edhe si pleq të urtë, që i jepnin atë fjalën, se disa nga tablot kanë edhe atë frazën e famshme të dhënies së fjalës, besa bes, që ka qenë dikur, unë thjesht munduar ta sjell kështu në background për të qenë pak nostalgjik, për të rikthyer, por edhe për të menduar që kur e japim fjalën duhet ta mbajmë, jo e japim sot e ndrojmë nesër. Është bërë mod këto kohë. Është bërë pak mod. Megjithatë, për ta përmbyllur, çfarë do të ndodhi me koleksionin pasi ta përfundoj ciklin e ekspozitës? Do dalin në shitje? Mendon që mund edhe të dalin në shitje? Po, punimet që tani janë në shitje. Janë në shitje. Kështu që unë i ftoj ata që dëshirojnë edhe Mua më pëlqeu në fakt ajo korniza me shumë qeleshe, ishte shumë interesante. Me shumë plisa. Po do flasim veç mas për detajet. Mozaik me plisë është shumë e bukur. Sigurisht, në fund të fundit, një artist mënyrën më të mirë të vlerësimit, besoj unë si artist, e merr në momentin kur dikush kërkon t'ja blej punën. Pra ta koleksionoj, t'ja blej, në kuptimin, në atë moment do thotë që artisti ka vlera dhe unë kështu e shikoj, jo se por mendoj që shitja e një pune është privilegj, pra nëse ti merr punën time, për mua është një gëzim i madh sepse tregon që puna ime vlen. Pra unë kam bërë diçka, dhe fakti që ti po paguar para, unë kështu besoj, nuk besoj që është një problem i madh të thuash që ta shesësh, se në fund dhe nuk beson gabim. Në fund fundit, edhe ato kanë marrë kohën e vet, kostot e veta. Si çdo artist interpreton, qoftë ai artit figurativ, qoftë ai artit skenik, ku publiku blen biletën për ta parë. Është derë shumë djerës, kështu që edhe ne në fund të ditës duhet shpërblehemi. Sigurisht, dhe urojmë që tjetë sa më i madh suksesi në këtë drejtim. Faleminderit shumë që ishit në studio. Faleminderit juve, faleminderit që më ftuat. Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.